Për shpejtimi I veprimeve nga Komisioni Evropian për riarmatimin e bllokut dhe për një politikë të përbashkët të mbrojtjes, është një hap I rëndësishëm në një kurs të detyrueshëm, por ky është vetëm një hap I parë në një rrugë ende shumë të gjatë, që mund të çojë vetëm në një bashkim politik më të plotë dhe më të avancuar midis vendeve europiane. Metoda ndërqeveritare mbi të cilën është bazuar deri tani projekti evropian e lë përgjegjësinë politike në duart e qeverive të shteteve anëtare. Kjo metodë gëzon avantazhin e madh të lënies së vendimeve më të rëndësishme një organi të legjitimuar nga institucionet politike kombëtare, por nga ana tjetër disavantazhet janë po aq të dukshme. Meqense çdo udhëheqës është përgjegjës ndaj zgjedhësve të tij, atëherë diskutimi përqendrohet në mbrojtjen e interesave kombëtare afatshkurtra dhe jo tek prioritetet strategjike të Bashkimit Evropian. Ne po shqetësohemi më shumë nëse burimet financiare për riarmatimin po u hiqen përfituesve të fondeve të kohezionit, apo se cili vend do të përfitojë më shumë nga rritja e shpenzimeve për armatimet. Por në vend të kësaj duhet mendojmë se si të ndërtojmë një strukturë komanduese efektive, shërbime sekrete të integruara dhe një trup diplomatik evropian. Deri më sot, mbrojtja e Europës është mbështetur nga SBA dhe jo vetëm me armë, ushtar dhe teknologji, por edhe me udhëheqjen e saj. Në rast se nuk mund të mbështetemi më tek SBA, atëherë përveç riarmatimit, duhet të projektojmë dhe ndërtojmë edhe një strukturë komanduese të integruar dhe të krijojmë kapacitete vendimarrëse të përshtatshme. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për burime financiare, por edhe mbi të gjitha për sovranitet politik. Kush do të vendoste nëse dhe si do të përdoret një umbrellë e mundshme bërthamore, kush duhet t'i japë urdhër për të rrezikuar jetën e ushtarëve dhe cilët do të jenë ata, me çfarë strukture komanduese dhe për të mbrojtur cilët kufi. Është e vështirë të imagjinohet se për këto pyetje mund të ketë përgjigje të duhura nëse Europa nuk ndërton një sovranitet politik më të fortë dhe më të integruar, ku qytetarët marrin pjesë drejt për drejt në zgjedhjet politike europiane pa ndërmjetësimin e qeverive kombëtare. Një kundërshtim I zakonshëm ndaj idesë së një bashkimi politik evropian është se interesat ekonomike dhe politike dhe traditat kulturore të shteteve anëtare janë shumë të ndryshme që të funksionojë një ide e tillë, por kushdo që e mbron këtë tezë harron se sa larmi interesash dhe këndvështrimesh të ndryshme ka brenda çdo shteti. Në një studim të fundit nga Universiteti I Milanos, ne krahasuam opinionet e qytetarëve europian mbi një gamë të gjerë temash në lidhje me qëndrimet kulturore dhe politikat publike. Dallimet e opinioneve ndërmjet qytetarëve që I përkasin shteteve të ndryshme anëtare janë në thelb të ngjashme me ato të vërejtura brenda secilit prej tyre. Pra ajo që e bën vështirë bashkimin politik nuk është edhe aq mospërputhja e interesave, por mbizotrimi më shumë I identiteteve kombëtare se sa I atyre europiane. Por identitetet janë të lakueshme dhe ndikohen nga qëndrimet politike. Një ndër defektet e metodës ndërqeveritare është edhe ajo e përforcimit të identiteteve politike kombëtare në kurrizë të një identiteti të përbashkët europian, por kërcënimet e jashtme janë shpesh metoda më efektive për përforcimin e identiteteve të përbashkëta. Nga ky këndvështrim Donald Trump po I jep Europës një mundësi historike për të krijuar më në fund një bashkim të vërtet politik. Kundërshtimi I dytë është se fragmentimi politik nga një këndvështrim historik I ka sjell dobi Europës. Tek e fundit gjatë shekujve të kaluar, gara midis shteteve dhe eksperimentimi I ideve alternative politike e bën Europën më të fortë dhe më të aftë për inovacione. Tani që midis europianëve duket se është zhdukur rreziku I luftrave vllavrasëse, një Europë më integruar politikisht do të ishte ndoshta më statike dhe më e prirur për të bërë gabime se sa një Europë e integruar politikisht. Ky arsyetim ka sigurisht vlefshmëri historike, por nuk merr parasysh se çfarë ka ndryshuar. Në një botë të dominuar nga vende të mëdha dhe ku janë bërë gjithnjë më të rëndësishme ekonomitë e shkallës të lidhura me teknologjitë e reja digjitale, fragmentimi politik është bërë I paqëndrueshëm. Sot avantazhi konkurrues I Europës nuk vjen më nga eksperimentimi me modele të ndryshme kombëtare, por nga aftësia për të shfrytzuar plotësisht madhësinë dhe potencialin e burimeve tona kolektive. Një kundërshtim I tretë është ndoshta më seriozi, nuk kemi kohë. Kërcënimet janë të menjëhershme, nga lufta në Ukrainë, ndryshimet autoritare në SBA dhe deri tek shpejtësia e transformimit teknologjik, dhe ato kërkojnë përgjigje urgjente. Reformimi I institucioneve politike të Europës do të ishte një shpërqendrim që ne nuk kemi luksin ta përballojmë. Por a ka vërtet alternativa? Është e vërtetë se reformat institucionale kërkojnë kohë dhe ndoshta jo të gjitha shtetet anëtare janë gati, por nuk mjafton që të shpenzohet më shumë për mbrojtjen apo të forcohet tregu I përbashkët. Ka ardhur koha të diskutohet edhe se si të ndërtohet një Europë më politike dhe si të binden qytetarët se janë europian para se të jenë italian, francez apo gjerman. Pikërisht për shkak se arritja e këtyre ndryshimeve kërkon kohë, sa më shpejt që të fillojmë aq më mirë do të jetë.